E u te fenomeni. Fenomeni, banale, pas ke marrë syze tjera. Unë jam zotu që s'të marrë mod ju. Jo, po ti e bë për publikun, një bashkë ne kemi prish marrëdhëniet, vetëm e kemi për rrjetin social. Po edhe publiku nuk të don, me kjo është ideja, nuk të don publiku më. Më tha se më kanë kërkuar mbi 2-3.000 veta, të kanë arselu, domethënë ku është, ku ndodhet, pse s'e ke marrë, pse është. Mu më kanë shkruajt shumë veta, më shumë se 2-3.000 veta, po ky ka dalë jashtë binarëve, ka thënë. Shikon, po edhe ata jashtë binarëve duhet me i pasë si dalin këtë tema, me qenë se shu se unë i vlerësoj gjithë njerëzit. Është vërtet. Gjithë, pa pikë, nuk kam asnjë gjykimi, asnjë gjë. Gjithë secili ka botë kuptimin e vet, në brumin e tij dhe habitatin ku jeton. Ti ke habitat shumë interesant, çuditshëm dhe njerëzit jo pa do kalojmë direkt këtë temë, dha nuk ka histori më. Ti e di. Tani më mirë një shok i mirë pa lek apo një shok me lek? Po ti e di si që i thona se shpresë. Si që i thona se shpresë popullore që shoku zgjidhet më mirë se vetja. Domethënë duke gjetur një endacak apo një të lodhur domethënë, ai edhe të lodh, edhe të mbyt domethënë se ndonjë që s'di e not domethënë edhe të mbërthen të fundos. Edhe kjo domethënë në përgjithësi kjo teknikë është shumë nga njerëzit. Pritet se erdhë. Shumë nga njerëzit e bëjnë domethënë bisedë edhe i thotë kur jam me shok të tjerë mos më afro, thotë se e di që është vërtet, bravo, thotë realitet. Është shkalla e urtë diçka e tillë. Unë për shembull jam shtetas francez. Francez e di? Tani ti di që Franca është superficia e 5 në botë. Ti që je shtetas shqiptar, domethënë, vetëm shtetas shqiptar, unë sipas e s'du të afrohem me ty, po jo, më vao, shoqëria. Po ti vet ti si gaz, si legjend që je, do zgjidhje një që është i pasur apo një që është i varfër dhe po tani shrobi mirë. Tani unë për fat mirë unë pasurinë e kam, si që zin kam tokë në planetin Mars. Kam tokë në anë. Po. Tani me vajzën e Trump kam pasur një marrëdhënie intime. Tani edhe Mogherini po ishte edhe von der Leyen ditë që ishte edhe me atë kreva një marrëdhënie seksuale te rruga Elbasanit, edhe domethënë unë jem domethënë njeri i njohur si nga bota politike, po dhe nga biznesmenët, dhe domethënë nuk është se një telefonat madje ka zëra me komunikimet që keni me Trumpin, tani që po largohet Elon Musku do të zini ju vendin e tij. Sa desha ta them vëlla, po ti duhet që unë t'i them pasi më pyetjen ti se po e thash unë përpara. Ti ishe që dhe shkatrovët e marrëdhënie midis Elon Muskut dhe Trumpit? Po tani u ndërhyra se siç e dini Trump social, domethënë është ai rrjeteve sociale të Trumpit, i bëra disa sugjerime që nuk përshtatet dhe financon PD-n. Ky ka futur ato nga tresa. Demokratët e Bill Clintonit financon Elon Musk, edhe para të uftohë marrëdhënia e tyre njëri me tjetrin dhe sot domethënë është vendi i lirë, po së shpejti do zyrtarizohet domethënë detyra ime në këtë. Kur do zyrtarizohet? Brenda javës. Po ke qasje tjetër komplet pse ishe kundër Elonit dhe çfarë do të bësh tani ndryshe? Po tani ti që je për shembull gazetar, Eloni e kupton se si punohet. Thotë më tregoi thotë se si e kaloi ditën e punës. Kjo domethënë ishte cënimi i jetës private. Pasi ti për shembull je shkon me shok, je shkon me shoqë me pi një kafe një ashtu, po domethënë ti duhet ta futsh në agjenda pasi siç e dini Elon Musk e ka komplet botën informatike në dorën e tij duke patur nga rrjetet sociale nga gjëra dhe i kontrollon domethënë gjitha domethënë veprimet e tua dhe nëse nuk korrespondonte realiteti me atë që parathuaj, atëherë të shkakonte në vend, dhe kjo domethënë ishte shumë e rrezikshme për ecurin. Hajde. E punës. Hajde këtu si kemi debat konstruktiv. Të ardhmen e qytetarëve. Afro si jemi live. Afro si na ikën edhe hapësira miq. Duhet patur parasysh tani që më mirë është ky apo Elon Musku për të bërë politikën amerikane dhe ndërkombëtare? Do t'i shërbej më mirë le të themi njerëzimit, si ka këtë përçarjen dhe Gazi legjenda që njihet botërisht tashmë, edhe si personazh shumë i rëndësishëm i Shqipërisë dhe i Piskut. Mirë është me të vërtetë që t'i shërbejmë njerëzimit, domethënë aq sa kena mundësi, domethënë aq sa shqiptarëve pasi
unë gjakun e kam shqiptar dhe me thonë dhe s'pari atë dhe ndihmoj, se atë që ke afër dhe ndihmosh, pastaj indian të kines, dhe me thonë. Ju ishit dakord me këtë politikën që kishte ky Elon Musku me Trumpin? Po, isha shumë dakord, dhe me thënë isha shumë dakord. Po, veç të pija bardh, dhe me thonë nuk ishte dakord me punën e tij, pasi siç e dini, ai vetëm hodhi poshtë ligjin e Teslave për makinave elektrike. Tani ka rënë dhe shitje të ditë, ha, si e dëmtoi. Edhe brenda ditës ka humbë $140 miliard, dhe me thonë nuk është pak për një njerëz thjesht, Po, tani të flasim për sa i përket programit që ke ti dhe se si është zotëria. Ju jeni? Antoni, jam Antoni. Me çfarë merrni? Me art? Po, merrem me art, dhe me thënë. Me art. Po, dukesh. Tani ça propozon ti për politikën e Trumpit, pra çfarë do të sjellësh ti risi le themi në botën? Po s'pari do përmirësoj marrëdhëniet e Shqipërisë me Bankën Botërore dhe FMN-n. E çfarë nuk je dakord ti mund të ndërhysh. Po, gjithashtu dhe Banka Qendrore, dhe me thonë, të ketë më shumë investitorë në vendin tonë, pasi siç e dini vendi jonë merr, dhe me thonë, bono thesari, dhe me thonë që i kushtojnë merr $650 milion për 10 vite dhe du të kthejnë 1 miliard pasi interesi e gjëra, dhe me thonë, duke ditur që shtëpia nuk mahet me mijë dhuha. Po, nuk mahet. Është puna që ashtu siç ja, ka ndërhyrje zotëria. Unë mendoj që kur shtëpia është mahall duhet merret edhe bërç për, domethënë, për të zgjidhur krizën. Po, domethënë, po nëse merret borxhi vazhdueshëm, pastaj aty jemi. Si Shqipëria për shembull ka shku GDP-ja. Po, duhet me la borxhin. Çdo kush nga këto pushtetarë që vjen vetë marrin borxhe dhe unë mendoj që mirë është me marr borxhe dhe me kalu krizën, si më thënë. E qartë. Tani është më mirë që dal këtë tema, është më mirë të kesh një shok të pasur apo një të varfër dhe që është njëri i mirë. Të dyja mendoj, edhe të kesh shok pasur, edhe të ndihmoj ti varfër. Një nga këto dyja, si të dyja shok i pasur mendoj. Më mirë pasur. Po. Që e ke ekonomist. Që e ke impret edhe i ftohtë në gjykimet tuaja. Ti duhesh të jesh këshilltar tek Edi Rama për sa i përket pjesës së financave dhe ekonomisë vendit. Varet se si vjen mundësia pastaj, se i varfër. E ke menduar ndonjëherë? Për çfarë për shembull? Që ti je këshilltar kryeministit. Po, këshilltar kryeministit. S'e kam menduar ndonjëherë. Sipërmarrës, edhe sipërmarrës, ose ndoshta edhe këshilltar, ose edhe ministër i financës. S'e kam menduar ndonjëherë. S'e ke menduar. Po ti vet a ke menduar ndonjëherë që ti mendon për shembull? Po. Mirë është me punu, domethënë gjithsesi aq sa ka mundësi, aq sa ka mundësi. Ti je vetëm të punosh apo edhe të mendosh teksa punon? Apo të mendosh para se punon? Me punu, me arrit. Pastaj mendosh. Po, kështu bit punosh kuturu, punosh pa mend. Apo aga se ti je ndryshe, di. Mirë është me punu sipas profesionit, sipas aftësive që ka njeriu, pastaj varet sa të ka dha natyra. Kush natyrë? Natyra varet çfarë talenti ka njerëzit, varet. Për shembull ka pemë, ka polena, gjëra që të krijon edhe afeksione ndryshme, shkëputje, gjëra që për shembull ja, shef atë ti? Ka, ç'është? Kumbulla, çfarë është? Ja, s'është as kumbulla. Prandaj është relative. E kanë vendos një pemë të mesme, le të themi, që ty duket si kumbull, unë duket si qershi. Çështja është ti ushqen, ha? Është blin thot ai. Është blin, ha? Është blin. Por çështja është se çfarë frytë është sjell kjo? Dekorative, bravo, është dekorative. Është për hije, pra çfarë na shërben, sa në nevojë për hije. Pa shumicën e rasteve ndodhen trotuar dhe bëjnë aksidente se ata gratë me kalamoj, domethënë kalim me karroca dhe i kapaj makina me 170 në orë dhe 170 që kalon këtu në këtë rrugë, 170 në orë. Kam fjalën nëpër trotuare që ka pemë dekorative dhe kam bllokuar komplet trotuarin se ata rriten në zgjerohen, ke parasysh dhe bllokojnë komplet rrugën dhe Lalieri duhet ta kishte menduar, domethënë. Po, prandaj edhe pra, dalim tek ajo që thamë që duhet me menduar para se më punuar. Apo aty du t'jemi, tek ajo që duhet mendosh para se të punosh. Pra ti zgjodhe që të kesh një person, një shok, një mik, të kesh afër dikë që ka pasuri dhe jo që është i mirë dhe është i varfër. Shoku domethënë që ka pasurinë, nuk ta jep pasurinë, por ajo ka për veti, do të kesh pasurinë tënde, të kesh ekonominë tënde. Nuk ka që ka pasuri. Më mirë të kesh. Hajde. Ai që ka pasurinë ka për veti, s'te jep asgjë. Kemi temë për
Jo. Tu që edhe unë do ikë se s'kam kohë. Di se sa e ke minutin? Do t'ikë se s'kam kohë. Faleminderit shumë për intervistën, faleminderit shumë. Tani unë i pyetje vetën të fundit kam për ta mbyll tani. Pse? Në shkuptim të këtë pse. Pse? Pse ekzistojnë? Pse dole? Sot. Ja, kështu ishte. Mos e ngatron, mos e. Kështu ishte fati sot, kështu ishte destini, se më thënë. Kështu ishte destini. Thjesht pse? Në shkuptim do më thënë kjo pse. Por thjesht pse më? Me moment top ndal ti, e duke ecë për shembull, fap, thu pse? Pse? Nuk e di. Se ke menduar ndonjë fare? Apo ti ishe nga ata që nuk e mendoje kur ti mendon? Ti si ke menduar? Pse s'më përshëndete, thot? Bravo, ja, duket që del shpesh tu kene. E nuk kam kohë dhe unë dhe po iki qau. Ti, zakonisht jetën tënde e bën vetëm apo? Vetëm, më mirë vetëm apo? A? Vetëm fare. Po desha ndalem te Për ta mbyllur tani gjithë këtë historinë e Trumpit, që do të keshte shumë shpejt kur do të konkretizohet dhe çfarë rrjedhje do të marrë bota. A do shkojë drejt përmirësimit apo se te kanë filluar të raziren Kaliforni, si e dini, po është vërtet domethënë për punën e migranëve, po si do ta zgjidhesh nëse Trumpi u zotu që do të zgjidhte? Si e dini, Franca kishte një konferencë për oqeanet. Është konferencë botërore domethënë dhe siç e dini, oqeanet janë në avullime sipër domethënë dhe kjo pa ujë ky planet do bëhet si planeti Mars, se s'ka ekzistencë pa ujë. Se atëherë duke mos patur ujë, s'ka dhe oksigjen pastaj, se nxehtësia e tepër domethënë shkatron gjithçka dhe kjo domethënë duhet menduar për fëmijët e tu, të ardhmen e tyre domethënë, dhe kjo se si mund të kontribuojmë, se si mund të japim një mendim që mos jetë nesër shumë vonë, pasi siç e dini fabrikat e karboneve që janë në Kinë, ata vendosin aerin ti ke pas dhe më përpara trenat që kanë qenë me kaldaja, me gjëra domethënë që nxirrin tani çdo gjë bëhet elektrike, çdo gjë bëhet zero karbon domethënë dhe kjo është diçka pozitive domethënë sepse siç e dim bota është 8 miliard njerëz dhe po të bënin gjithashtu siç ty tek domethënë, atëherë do bësh e pajetueshme jeta ku në Francë tani dhe në publik ndalohet duhani pasi jo shkakton kancere, jo ndotari, një gjëra domethënë, ka rregulla është bërë strikte domethënë në gjitha drejtimet dhe kjo dhe ne në Shqipëri do të marrim shembull nga këto risit që janë për të mirë të ndobit të komunitetit dhe njerëzve. Shqiptarët më shumë janë në përbuzje, në perëndime, në vende të tjera se sa janë duke u pasuruar duke parë punën e tyre, pasi nuk i dinë rregullat e civilizimit më vëlla, dhe kjo domethënë është një handicap për këta dhe është shumë e dëmshme për ecurinë e tyre në jetë, pasi shumica e tyre kanë dhe ekspozë se s'mund shkojnë më në BE apo s'mund shkojnë më në Amerikë. Unë fakt pyeta për atë se çfarë do bësh ti, çfarë do sjellësh ti me Trumpin tani pasi iku Elon Musk, nxorë jashtë Eloni tani. Është vërtet domethënë që prezenca ime në shtëpinë e bardhë është pozitive si për mua vetë personalisht, po edhe për ti si gazetar, domethënë se ti e di që unë trimi i mirë me shok shumë, dhe tani po qesh unë në shtëpi të bardhë s'lem balte dhe ti më vlla se ti e di atë. Po në Mars atje do na kesh, do na marrësh, na ke rujt në cop tokët. Po atje shpresoj të bëj një aeroport atje. Do bësh aeroport. Aeroport ushtarak. Edhe atëherë lek vu. Pafund domethënë, me bë qefe, me hongër, me pi. Pse me u lodh kështu me net në kom aty, arrim aty 1 kinç përpara i pjekun. Edhe birat aty, arka me bira. Një ditë 3 goca aty për rreth me na bëj smet. Si pak më parë që në Mars nuk ka ajër, por si do rrim atje ne, si s'ka as ajër. E festojmë këtu më vëlla se llogarinë kemi këtu, nuk kemi në Mars, ne në Mars shkem për çefa, rrim 2-3 orë dhe kthehemi prapë, ne shkem për fundjavë në Mars, nuk shkem me jetu atje, Ne e kemi këtu planetin. Ne, pra, robi mund të jetojë për fundjavë, mund të jetojë në Mars, pa oksigjen, s'është problem. E kam fjalën që tani krijohen kushte. Do marrim oksigjen nga këtu dhe çon Mars. Speciale. Ti e ke parasysh dhëndri i Trump Kushner që po krushka finanson Sazan. Hotele, po tani për tani aty nuk jetohet se s'ka asgjë, domethënë vetëm ofera ka gjaprin. Po do krijon kushte domethënë që edhe atje domethënë të bëhet një hotel me
10 të jetë, 12 të jetë, sa mund të jetë, dhe me thane. Edhe, Kitë vend ku të ve myet. edhe, dhe me thonë, Sa ju t'i majmë gjep se. dhe jetë diçka për bosat do jetë, nuk do jetë për ata që pastrojnë, ata që rregullojnë, edhe Mos kalon nivel gjykimi se bëhet shumë para gjykues shumë. Mos i gjykon njerëz. Se edhe tema sot ka lidhje me tjetër gjë, kupton? Flasim për diskriminimi. Po, po. Gazo, përshnes Gazo, uroj që ti Po, jesh në rrugë marrë edhe desha të tregoj një histori personale që më ka ndodhur te parati jashtë, shkurtimisht, për kujdes. Herë tjetër. Shi ka heq me herë, ka heq lokën me legjendë. Është traki skrapari. Traki që pikë mjezit. Gazo. Kumull e përzir me mën, po. e përzir me thën, Raki e plepi, përzir me po, rush. po, me plep. Pa ka raki plepi? Ka. Ha? Ka raki plepi? Se plepin po e bërë belësi, i futë edhe pak sheqer, edhe vetëm Bo dhe raki. Vetëm e si.